duke krijuar Po çfarë është hipotetike në këto kështjella pra që janë ndërtuar? Po hipotetike sepse është folur me perceptime pastaj, nuk është folur mbi gjëra konkrete. Dhe është fokusuar ky debat vetëm në këto koncepte që ju po diskutoni, që me ç'duket edhe diskutimi sot ke këto koncepte të Jo, ne kemi gjithkohë ndërkohë që më duket e padrejtë që një ligj për parazi gjinore të limitohet, të ngushtohet në diskutim, në debat vetëm në një gjë. Nuk e diskuton njëri ligjin nuk kemi shqetësinë për çështjet barazive të grave në vendin e tyre të punës. Nuk është kjo çështja. Ne nuk na shqetëson kjo më zotëri, ne na shqetëson kjo që po themi ne. Po më në rregull, më shqetëson gjë tjetër. Tash unë do përgjigjem vetëm shqetësimeve tuaja, do të shqetësimet e mia. Ç'është përgjigjja më zotëri sepse unë lexoj projekt ligjin që ke sjellë ti. Që më ke bërë pyetje, nuk kam sjellë projekt ligjin. Shiko, ju keni bërë një skandal tjetër, ju jeni drejtuar parlamentit shqiptar me një letër, ju, avokatët e popullit, ju, si institucion, Zoti Gajda, si kryetari këtij institucioni, komisioneri kundër diskriminimit dhe kemi vendosur në presion Parlamentin e Shqipërisë që të miratoj është publike deklarata juaj, që të miratoj projekt ligjin e projektuar prej organizatave LGBT të ekstremit majt, mbështetur për jush. Po, dakor. Tani, shikoni, ç'do bëjmë? Do doni t'ju ngjojmë ju gjatë gjithë kësaj kohe. Patjetër më zoti do na dëgjosh, po do na dëgjosh zoti sepse je punonjës i shtetit. Dhe po vjen si gardiani dhe mbrojtësi i këtij projekti. Tani ne ku do flasim? Ku do flasim? Po t'ja japim kohën. Me që zotria tha, më ndjek për shkak të detyrës së punës, ndjek komunikimin tim publik dhe media. Pyetja ime zoti Gajda është kjo. Keni nis një hetim kryesisht siç e nisën mbi mua për gjuhë urrëtie ndaj zonjës Karaj kur erdhi me gur në studio dhe më ka kërcënuar live në studio televizive? Çfarë lidhje ka kjo? A keni nisur më sekond? A keni nisur një hetim tjetër? Sekond, po shqetësim im apo shqetëta ime këtu? Ky kërcënohet jeta një kleriku në Shqipëri. Keni nisur një hetim kryesisht, siç e nisën mbi mua me gjuhë urrëtie, kur zoti Azizaj në studion e emisionit Opinion më ka kujtuar vrasjen e Charlie Kirk në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kujdes pastor. E ke ndjek edhe këtë pjesë apo s'e ke ndjek? Nuk është vërtet. Keni një hetim i këtë gjë? Kjo nuk është vërtet. Se po na del si komisioneri grupeve LGBT dhe persekutori para 2 vitesh ku gjeni është goditur nga i gur për shkak të gjuhës tuaj. Thjesht për kuriozitetin tim, keni një hetim kryesisht. Na të lutem sa tjetër. Janë 2 vetëm t'i japi një përgjigje. Vetëm t'i japi një përgjigje për pyetjen që i bëri pastaj. Tek mbrojtja nga diskriminimi. Unë jam i diskriminuar dhe jam i kërcënuar me jetën në studio televizive. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo është një gënjeshtër, është një tjetër gënjeshtër e juaj apo ju bëni mirë të bëni pjesë e politikës, se politik po bëni sonte. Keni rafinuar gënjeshtër dhe manipulimin në nivele të jashtëzakonshme. Për të përgjigjet komisioneri. Jo, nuk kam nërmend përgjigje. Nuk do japësh përgjigje për të përgjigj pastorit për pyetje do të bëj pastori. Nuk kam marrë për projekt liber barazin gjinore. Nëse doni të bëni, lutem. Jo, dakor. Ju ktheva pastorit për t'i thënë që nëse doni të bëni program dhe jeni të interesuar për këtë çështje. Jo, unë jam i interesuar për këtë çështje, por është një shqetësim që e ngriti pastori. Tani pastori më ngri shumë shqetësime, unë nuk kam këtu për të ardhur për t'ju përgjigj gjithë shqetësimeve. Më fal zoni, jam drejtuar prokurorisë së përgjithshme, jam drejtuar dhe komisionerit kundër diskriminimit. Jo sonde, jo kam drejtuar me deklaratë hapur publike. Dakor. Me që ndjek komunikimin tim publik. Unë do doja të flisja pra për një hetim apo jo? Po mi më dakord. Po jo dakord, me qeni në dyert e fundit. Atëherë si nuk është çështja jo ju si duhet edhe okay. A mund të vazhdoj të flas? Vazhdoje po që të jap fjalën zonjës Lakatari. Pra, nevoja lindi. Se zonja Përdaska kemi më shumë minuta bashkë pas së Për shkak implementimi, problematika në implementim, problematika në të pasur institucione që do duhet ta implementojnë ligjin, fenomene të reja siç po ju shpjegoja, apo ndjeshmërimi fenomene të cilat kishin ngelur të injoruara në kohët e mëparshme. Pra ligji për shembull kushton një vëmendje të veçantë për shembull dhe grave në zonat rurale, që është një aspekt shumë i rëndësishëm dhe ka pas një pandjeshmëri të madhe në lidhje me këtë gjë. I kushton një rëndësi asaj që quhet dhunë ekonomike. I kushton një rëndësi aspekteve që lidhen me ndikimin që ka edhe gjuha, edhe aspektin ndjeshmëria e gjuhësore që u kuptoj që ju të gjithë keni interesin, pastori do të pyesi për problemin e vet. Ju doni, po të ndalemi pak te shqetësimi që ngriti pastori, pra se ky është shqetësimi që është zgjuar në shoqërinë shqiptare, mos ta ti marrim me radhë. Se PR-i ligjit ja bëjmë në fund, po të doni, pa problem. Po s'është bërë pra, këtë po ngul këmbë. Unë s'kam qëllim të bëj PR ligjit tani. Unë dua ta kuptoj se ka ngritur të shqetësim, se dhe ja bëjmë pastaj. Nuk është çështje PR-i. Nuk po bëj PR. Është informim sepse gjëja që unë kam konstatuar me keqardhje
është që për këtë ligj, për herë të parë të paktën, Ministerinë që amun në këtë institucion, nuk kam pa një nivel dezinformimi kaq të madh lidhur me një projekt ligji. Po pse është dezinformuar? Po tash pse, hajde të diskutojmë, mund të japim secili mendimet e veta. Po qëndron, për shembull, në shqetësimet që ngriti pastori, ku ka dezinformim? Gjëja që do kisha dëshiruar, po kjo çështja me fëmijët për shembull, kjo hedhja e këtij aspekti të fëmijëve, tash që t'ju bëj gjë të kuptoni, sot që neve flasim pak të ligj, pak të i miratuar, jo i miratuar. Sot që ne flasim, në shkolla bëhet edukim gjinor. Bëhet edukim gjinor. Pa do ndryshoj diçka pas këtij projekt ligji, pas të ligji. Po jo më, ky ligj e bën që të jetë më i rregullueshëm. Më fal, po ndryshon se ndryshon për kufizimin e gjinisë me zonjë, si s'ndryshoka? Po mirë, dakord. Po si ndryshon me zotëri? Po ju po pse po ndryshoni për kufizimin e gjinisë? Kjo është pyetja. Pse po ndryshoni për kufizimin e gjinisë? Kush po ndryshoni më? Nuk ndryshon parlamenti, nuk Parlamenti po ndryshoni. Po mirë pra për parlamentin po flasim pra. Edhe juve jeni drejtuar parlamentit që ta ndryshoj. Unë jam drejtuar parlamentit që ta zbatoj pra. Që të miratoj projekt ligji për barazinë gjinore. Edhe unë po ju drejtohem. Pse kërkoni ndryshimin e përkufizimit për gjinin? Këtë më shpjegoj lutem. Atëherë në lidhje me përkufizimin për gjinin, meqense është kaq e rëndësishme, e para nuk shoh ndonjë problem në atë përkufizimin që u lexu në projekt ligj. Nëse është ai, se unë jam dakord që asu nuk e di tash se çe do votojnë deputetët, sepse mbi këtë projekt ligj ka ndodhur për amendamente, janë bërë ndryshime që nuk i di. Unë nuk e di aktualisht, unë nuk e di çe projekt ligji po miraton atje. Ne po flasim mbi këto argumente të cilat janë hedhur po diskutojnë. Gjithsesi, nëse doni në aspektin e gjinive, unë nuk shoh ndonjë problem në atë përkufizim. Ai përkufizim për shkakun që është vendosur aty, ndjenin time, është përkufizimi që përdoret në Konventin e Stambollit, të cilën neve e kemi ratifikuar, kemi marrë impenjime si shtet shqiptar për ta zbatuar dhe për të ndrequr çfarë do lloj aspekti legjislativ që nuk lidhet vetëm me këtë, por lidhet me shumë ligje. Ai dini që abuzohet shumë me këtë historinë e Konventit të Stambollit për të përputhur aspektet tona, kuptimet tona të legjislative me ato standarde ndërkombëtare që ne vetë kemi pranuar. Që të kuptoni një gjë. Shqipëria është një nga vendet i cili i pranon miratimet e konventave pa rezerva. Përgjithsisht po. Ndërkohë që ka shumë shtete tjera, të cilët janë më koherent, thonë jo. Në këtë konvent unë këto nene nuk i pranoj. Du një farkoj që të përgatis shoqërinë time, pastaj ti pranoj dhe të përgatis. Ne i kemi pranuar tashmë, këto prej vitesh, jo tashmë. Janë konventa, po flas që nga konventa e drejtave të njerëzit, konventa për diskriminimin kundër gruas, konventa e Stambollit që lidhen me dhunën me bazë gjinore. Dhe ne i kemi pranuar këto standard. Çka do të thotë që prej vitesh neve na thuhet në rekomandime monitoruese që bëjnë komitetet mbikëqyrëse të këtyre konventave, që ore ligji që ju keni është i mirë, por nuk reflekton shumë realitetet të cilët do duhet të jenë. Dhe ndër të tjera, meqense flitet për gjinin, do duhet që legjislacioni shqiptar të mund të krijojë një shtrat, ai ligj nuk rregullon asgjë në lidhje me aspekte pastaj gjinore, se çfarë implikimesh do ketë. Ai merret me aspektet e punësimit, me drejtat e grave në zonat rurale etj. Por fliste edhe për shtim kotash, për shtim kotash në. Por kotat janë, është tek ligji aktual kemi kota. Jo, sekond. Nuk është gjë e re. Po pse vendosur kotat nëse janë ke ligji aktual? Pse janë vendosur këtu ndërkohë që janë tek ligji aktual? Sapo hyn temë, u tha dhe shumë burr, unë të ta. Sepse edhe kjo nuk është kuptuar drejt. Se po për kufizimin që ju pyetët. Meqense disa nga pyetjet tuaja unë po zgjidh ti përgjigje. Çka do të thotë që ky ligj krijon shtratin që e para ligji për barazinë gjinore të jetë i parafruar me këto standarde, por nuk merret me rregullim gjinish. Ligji është i qartë dhe e has gjërësisht aspektin binar. Jeni kontradikt me gjëra që thoni zoti Gajda, më vjen tërësisht keq se unë jam shumë i rezervuar në komunikim. Pra, ligji është goxha bindus në aspektin e të insistuarit që flet për burra dhe gra, dhe përdoren konceptet burra dhe gra. Në gjithë diversitetin e tyre. Po, diversiteti tash, që të kuptojnë dhe gjithë përfshirja, janë koncepte dhe parime. Dhe ndërthurja, gjinia janë koncepte dhe parime, të cilat janë gjërësisht në legjislacionin tonë. Nuk sjell gjë të re ky ligj. Për sa i përket konceptit diversitet dhe gjithë përfshirje. Gjithë përfshirje është një nga parimet që ne hasim pothuajse në të gjitha ligjet tashmë. Sidomos ligje me karakter social. Sepse gjithë përfshirja çfarë bën? Tregon ndjeshmëri për disa karakteristika të veçanta. Po çfarë lidhje ka ato me gjinin? Më fal, çfarë lidhje ka ato me gjinin? Çfarë kemi unë po sqaroj. Ka që thjesht pra, çfarë lidhje ka gjithë përfshirja me gjinin? Po më të lutem.